nisim me atë që sapo dëgjuam në insert, pra kur Bashkimi Evropian flet tashmë për shqetësim serioz, a është kjo një paralajmërim diplomatik apo nga ana tjetër mund të jetë një sinjal i qartë se Kosova tashmë po rrezikon dhe raportin e saj me Brukselin dhe apo hyn tashmë Kosova në një fazë të përplasjeve institucionale me aleatët e saj kryesor për shkak të një vendimi të KQZ-s? Kjo nuk është dukuri që po ndodh për herë të parë. Në që nga ardhja në qeverisë e kësaj strukture politike, vazhdimisht ka pas vendime dhe veprime të cilat nuk kanë qenë të harmonizuara, po kanë qenë ndesh. Edhe jo vetëm me frymen e koordinimit me aleatët ndërkombëtar përqur përpara procesin e përmbylljes së shtetësisë, por kanë qenë ndesh edhe me vetë frymen e pushtetutës dhe infrastrukturës ligjore mbi cilën funksionon shteti i Kosovës. Për këto veprime të KQZ-s, të cilat fatkeqësisht janë të stisura nga individ brenda KQZ-s që në mënyrë imponuese prodhojnë të tilla situata, ju keni pa përfaqësuesin e VS, ai që i thoshte Rashim Taçi Zvarani ka shtu me vjemri, në çfarë forme, me çfarë presione dhe me çfarë gjuhë determinon komplet punën e procesit atij komisioni, ku normal dominojnë partitë ose përfaqësor partitë proporcionalisht me fuqinë elektorale. Dhe aty dominon normal përbërja e lëvizjeve vendose, të cilët imponojnë edhe çdo zhvillim brenda tij. Kryetari i KQZ-s, unë mendoj se është njeriu tani më i mundshëm, i penalizueshëm, jo vetëm në kontekst të vendimeve që ka marrë lidhur me listën serbe, lidhur me deputetët serbe të tjera, por edhe për vetë procesin zgjedhor të fundit në veçanti, ku kemi të bëjmë me një vjedhje të hapur të votës, abuzim, keq përdrim, si do në qune, dhe për shkak se është i strukturuar, do të thotë nga një komisioner të vazhdues, e deri tek përfituesit politik apo dhe shtabet zgjedhor, qofshin lokale apo qendrore të partive, dhe kur e dinë për faktin se këtë strukturë monitoron KQZ-ja, atëherë përgjegjësinë kryesore ka KQZ-ja dhe vetë personi drejtuesi i kësaj. Kush është ai? Kur ka ardhur në krye të KQZ-s, unë kam qenë i zëshëm edhe në fortun e parlamentit, se është një njeri që po t'i bëjmë analizat tipore dhe vlerat që duhet ketë si karakter, nuk i përmbush për qenë krye të KQZ-s. Sepse e pakta që mund të thuhet ishte një prokuror që i liroi 4 persona të akuzuar për krime lufte kundër shqiptarëve gjatë luftës, i liroi në procedurë e që kishte dëshmi sa dushme, pra ishte një njeri dyshim, shkurt. Dhe atëherë kur ka ardhur asnjë zhurmë nga Prishtina deri në Beograd, për shkak se ishte një person që vërtet do ta dëmtonte KQZ-n dhe mënyra se si u largua zonja Taka tregonte se kanë bënë me një komplot edhe një kopje të këtij institucioni tepër transishëm. Pse? Sepse të gjitha krizat politike në Kosovë janë burim i sistemit zgjedhor, i defekteve që ka sistemi zgjedhor në Kosovë. Tani, nuk kemi më vetëm një dëmtim të procesit në aspektin e vjedhjes, se kur e shohim të strukturuar përbën krim të organizuar strukturuar elektoral, për shkak të përfshirjes gjitha strukturave. Tjetër, në kuadër të kësaj, nuk kemi vetëm standardet e dëmtuara, sepse ishte krijuar një mendësi se në Kosovë bën zgjedhjet mirë, po, dalja, ajo rekreacioni i formës së daljes është vërtet për të përshëndet, por esenca është gjithmonë e dëmtuar, nuk ka ndodhur sot ke shpërdorimi i votës veç është zhvendosur nga qendrat e votimit në qendrat e numërimit dhe rezultateve. Dhe këta është një monitorim më sofistikuar vetë subjektëve politikë dhe përfaqësimit të tyre. Dhe kemi pas edhe rënim sistemit zgjedhor, por edhe të legitimitetit ose të këtij procesi, ose edhe legjitimim të krimit të organizuar brenda sistemit zgjedhor, dhe cilat do të jenë pritet tashti. Nuk mund të pritet me pas rezultate pozitive as një stabilitet politik nga një sistem zgjedhor i kompromituar, nga një votim ku vota qytetarit është abuzuar. Dhe kemi pastaj KQZ-n, e cila nuk jo që s'merr përgjegjësi, por bën legjitimimin e hajnisë e vjedhjes brenda sistemit. Çfarë ndodhi me zbulimin e votave të vjedhura? Vetëm se u bën një rirangim i kriminalëve të votës, i përfituesve në procesin e vjedhjes votës, se kush qëndron më lart e kush më poshtë në emër të votave të vjedhura por atyre që janë shtuar. Pra këtu është dashur të veprojë sistemi juridik mbi parimin e ligjshmërisë.
Cënimi votësh është krim. Dhe në emër të kësaj, të ketë proces gjyqësor, janë disa lloj veprash penale që unë i kam identifikuar që janë konsumuar gjatë këtij procesi. Për shembull, lidhen me keqpërdrimin e procesit zgjedhor, falsifikim dokumentave zyrtare, shpërdorim detyrës zyrtare dhe bashkëkryer. Ndërsa në rastin e koordinimit strukturor përbën edhe element të krimit të organizuar elektoral. Dhe për këto është dashur të ketë vendim dënues, por jo vetëm dënues, por me pasoja juridike. Personat të cilët janë involvuar në këto procese, nga komisioneri deri te profituesi, nuk mund të jenë më përfaqësues në institucione publike dhe as elektoral. Dhe kjo nuk po ndodh, KSZ-ja mbuloi këto, i bën një overlap dhe tani po na hapin tema të reja për ta shmangur vëmendjen nga krimi elektoral që është kryer në Kosovë. Dhe çfarë bëjnë? Përjashtuan listën serbe, nuk i certifikuan deputetët. Gjykata kushtetuese mori vendimin në frymën e kushtetutës. Ju do të thoni tani, ju po jeni pro listës serba, pro serbe. Ky është zhargoni gjyqësor që përdoret në këtë propagandën mediale të rrjetet sociale të qendrës propaguese të lëvizjeve vendosje. Përndryshe, se kush është kush dhe kush është kundër dhe pro kujt, ka dëshmu historia e kaluar. Tani jemi në një shtet demokratik dhe kushtetues, ku funksionon mbi kushtetutën dhe lista serbe është një ndër partitë e regjistruar në Komisionin Qendror Zgjedhor, pra në sistemin zgjedhor të Kosovës, sistemin elektoral. A ka pas hapësira të penalizimit të saj? Po, ka pas gjatë zgjedhjeve edhe nacionale edhe lokale në përfaqësues të listës serbe. Kosovën vazhdimsi e kanë quajtur me emrin jo kushtetues Kosova i Metohia. Kosova dhe Metohia. Pse dikush nuk ushtroi pa di? Vetëm mbi këtë të drejtë, sepse është devijim kushtetues i një subjekti politik, ka pas mundësi që kjo të penalizohet dhe të nxjerrët nga sistemi zgjedhor, pse se bëri këtë qeveri. Deputetët e kësaj partie në vazhdimsi folin me gjuhë ultranacionaliste, përqarëse, nxitëse të urrëties, luftës. Për shembull, në Mitrovicë në zgjedhjet lokale në këto, si ju thonë, të numëraleve mbrapa shpinës, e kanë pas të shkruar. Ne po kthehemi në serbisht kuptohet. Që i vjen ne po kthehemi si Serbi dhe marrin Kosovën prapë. Të gjithë në mbështetje të si ka emri ky kriminali që bani banjën atje sulmin në banjën në manastir. Milan Radojčićin. Të gjithë në mbështetje të Milan Radojčićit. Dhe me këto slogane këta bënin fushat elektorale. Milan Radojčić është person në ndjekje ndërkombëtare dhe të Kosovës, i shpallur terrorist. Si ka mundësi që nuk ushtroi pa di dikush nga kjo strukturë qeveritare. Dhe tani vim situatën kur këta, kryetari i kuvendit i nxjerrën nga seanca. Ikni thotë, si pjesë. Po ti nuk mund të nxjerr. Dhe është drejt demokratike dhe është mënyrë bërit politik bojkotimi i seancave, vetëm një herë 6 muaj paraqitës sa për pak. Dhe s'mundesh me amohu këtë sepse është formë të bërit politik. E dyta, nuk mund të nxjerrë se kanë orë me votën e qytetarëve të vet. Dhe janë pjesë e sistemit elektoral të Kosovës. E treta, KSZ nuk ka mandat ta delegitimojë një listë politike nëse s'ka një vendim penalizues të asaj liste dhe asaj strukture. Prandaj edhe gjykata mori këtë vendim. Çfarë vrejtet këtu? U po ambicia atyre për dalur mbi gjykatën kushtetuese. Sepse gjykatat kushtetuese si një mekanizëm që instaluan dhe përkran atë botë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjykatën supreme, janë mekanizmat që po e mbrojnë kushtetutshmërinë këtë vend dhe shtetin e Kosovës nga rënimi i brendshëm me forma të tilla të veprimit politik. Kujt i pengojnë gjykatat kushtetuese në historinë e shteteve dhe perandorive? Perandorëve ju pengojnë, sepse ajo është vetë ligji, vetë shteti. Dhe kujt tjetër? Diktatorëve në regjimet administrative komuniste, siç është Shqipëria. Edhe kushtetuta, edhe ligji, gjithçka ishte diktatori. Prandaj, këtu po u pretendua me çdo formë që të bëhet jo funksionale gjykata kushtetuese, e dini kur sulmu edhe antari i 6 i saj. Nga 11 janë vetëm 6. Heqja edhe një e bënte jo funksionale. Dhe e sulmun edhe presidentja, edhe kryeministri, edhe gjithë spektri politik. Nuk kaloi. Provuan edhe një tjetër të anatemojnë për do diploma këto din, pra me çdo kusht po munduan ta nxjerrin jashtë funksionit. Pse? Sepse pastaj duhet drejtojnë drejt për drejt në parlamentin. Qeveria për ligje, parlamenti kalon për shkak se ka shumicën dhe shteti administrohet në mënyrë autokratike. Pra, këto janë pretendimet. Sa e madhe ndërkaq është edhe kostoja politike e një vendimi që Shtetet e Bashkuara dhe OSBE e cilësojnë si një cënim të demokracisë, pra rrezikon Kosova të humbasë të gjithë mbështetjen ndërkombëtare për shkak të mënyrës se si po e menaxhon të gjithë rezultatin zgjedhor?
Tani, ju e patë se me sulmin ndaj gjykatës kushtetuese, fituam çfarë? Heq masat e Bashkimit Evropian që ishin vendosur për çështjen e veriut. Por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndal dialogu strategjik. Që do të thotë, u ndal mbështetja amerikane të gjithë segmentet e zhvillimit të shtetit. Nga zhvillimi ekonomik, siguria, arsimi, ku ta diune, procesi integrues, krijimi i forcave të tjera. Forca sigurisë Kosovës, mos të harroni kurrë, se këto po mburren dhe po dalin jashtë SBA-t, po dërgojnë, po marrin trajnime. Ju lutem, FSK-ja në këtë rast forca ka Food Sofa Agreement, domethënë status of marrëveshje mbi statusin e forcave të plot me Ajovën, që do të thotë është elementi barabartë në forcat e SBA-ve me Ajovën. Këtë dëshmoj edhe ligji që autorizon buxhetin e mbrojtjes në SBA, dikun në një vlerë prej 1 miliardi, 919 miliard, 1 trilioni. Kosova është pjesë e ligjit dhe sistemit të mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nënkupton se FSK-ja do të trajtohet nga SBA, sepse unë kam pas fatin të jem në rishikimin strategjik dhe në bërën e projektit për forcat armatosura. Dhe është bërë ekskluzivisht me asistencën teknike dhe profesionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është një koncept zhvillimor komplet i njëjtë me atë të zhvillimit të forcave amerikane, në këtë rast e kem Ajovën si shtetin adres. Dhe këtë nuk mund ta marrësh si një relaksim apo rehabilitim i këtyre marrëdhënieve me SBA-n. Ne jemi në masa sankcionuese të SBA-ve. Ndërprerja dialogu strategjik nënkupton ndërprerje çdo mbështetje ndaj Kosovës. Masat e Bashkimit Evropian thanë u relaksuan, u zbotën, u hoqën. Po, hoqën në atë pjesën që quhet buxhet dhe mbështetje të zhvillimit të atyre kapaciteteve që përgatisin Kosovën për me qenë integrueshme në BE. Por nuk janë hequr ato pjesë masa që kanë bëjnë me çështjet politike, me dialogun dhe implementimin e detyrimeve nga marrëveshjet që ka arritur Kurti në vitin 23. Nuk janë më në pyetje marrëveshjet teknike. Ju lutem, marrëveshjet teknike janë gjitha këto veprime që i ka bërë ky gjatë këtij 4 vjeçari, 5 vjeçari. Do ura, do zyre për atë, zyre për këtë, që i ka mbyll, që janë të gjitha marrëveshjet teknike që Serbia do të detyrohet një ditë të zbatojë. Bashkia Ndërkombëtare ka durimin, e din kur do ta lodhë Serbinë dhe do të pranojë çdo gjë për Kosovën. Ju i pa masat sankcionuese ekonomike, nafta, etj. Por, pse i bën këto veprime këta? I bën për t'ia lehtësuar Serbisë procesin e integrimit BE që ka pasur të bllokuar për shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve teknike, që janë edhe në planin franko-gjerman, e në bazë marrëveshjes Ohrit, ju kanë hequr detyrimet për njëojë edhe ndryshim kushtetues në raport me Kosovën. Kanë ngel vetëm normalizimi që janë zbatimi i marrëveshjeve teknike. Këtë ja mos e Albin Kurti se ja realizoi këto marrëveshje. Faktikisht duke i mbyllur këto zyre në mënyrën cila mënyrë ishte? Ishte mënyra e dhunshme, të cilën nuk e kishim në marrëveshje me aleatët. Dhe për çdo veprim dhe vendim ju e dini kanë reaguar edhe SBA-t edhe BE-t se nuk pajtohen. Një situatë kemi sot me çështjen e përjashtimit të listës, cilat janë konsekuencat. Pasoja. Po fuqizohet argumenti serb se ne duhet kemi autonomi plot territoriale sepse e shifni me kaq pak pushtet dhe fuqi kjo qeveri e Kosovës çfarë sjellje ka në raport me pakicat, e ju e dini fort mirë se në fakt konatisoi qelësi i shpalljes pavarësisë ka qenë statusi i pakicave në Kosovë, me theks kanë qenë të diskriminuar në aspektin pozitiv serbët, dhe dy, në raport me aleatët është krijuar një mosbesim i plot se shqiptarëve, në këtë rast qeverisë që mund ta udhëheqin shqiptarët, mund t'ju lihen duart e lira të vetë qeverisen brenda shtetit të tyre. Pra, ky person, kur po ta analizoni, në çdo segment tregon se çdo punë që e bën është në shërbim të rënimit nga brenda të shtetit Kosovës. Rënimit jo vetëm kushtetues, por edhe politik. Tani kemi edhe një moment të rëndësishëm politik dhe publik në botë. Afera Epstein. Dhe strukturat pa integritet që janë marrë me proceset politike. Nëse i kthehemi vitit 19, kur Lajçak dhe Borrell caktohen si persona ndërmjetësues në emër të Bashkimit Evropian Dialog, ka qenë reagimi atëhershëm i presidentit Thaçi, atëherë ka qenë president, se Lajçak nuk përbën personin me vlerat e integritetit që duhet të ndërmjetësoj për shkaqet politike dhe qëndrimet kundër Kosovës në vazhdimsi. Pa paragjykuar se vjen nga një shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës,
që e përkra qenjen në Kosovë pjesë Serbisë, por na po konsiderojmë se person që e dërgoi Bashkimi Evropian. Por mënyra sisjet brenda bejës, se si sillet një personalitet, dihen dhe gjithmonë është ai presioni. Po flasim në periudhën para vitit 22, kur presioni rus mbi Gjermaninë dhe Francën ka qenë tepër me ndikim. Dhe vjen një person që e kundërshton presidenti Taçi. Ndërkohë që zoti Kurti, që atëherë ishte vetëm ishin bajt zgjedhjet dhe ende së vijë rezultati, por shihej se do të ketë një përqindje e cila sjell qeverisje, u përzgjon nga Macron dhe Merkel në Francë, Gjermani, dhe u parafrua, u takua paraprakisht, ende pa ardhur, pa dalë rezultati zgjedhor, kush ka memorje politike dhe t'i kthehet kësaj skene, u takua me Borrell dhe Lajçak, dha premtime të saktuar, doli kundër Rashim Taçit se Kosova është pjesë në Evropë, ku ta dione, ne gjithë kemi ditë se Kosova ka qenë gjithmonë pjesë e Evropës, por gjithmonë e dim se lirinë e saj dhe garantimin e ekzistencës jo vetëm Kosovës në rajon, por edhe shqiptarëve në përgjithësi e garanton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga pavarësia e 12-s deri në pavarësinë e Kosovës në 2008. Prandaj ky person me të vërtetë është brenda atyre dilema që i shfaqi kur doli nga burgu, ta mos u fokusonin në lirimin tim, por në motivet e këtij lirimi, kushtet e këtij lirimi dhe pasojat e këtij lirimi. Të gjithë tregues sot, edhe ndërmjetësimi Lajçak, që unë besoj se rrjedhja tuaja e goditur si ndërmjetësues, edhe kur ka ndodhur Banjska, kam thënë se është skenar i katërshës që ulen në tavolinën e bisedimeve, Borrell, Lajçak dhe ky Vučić edhe Kurti. Që të katër, asnjëri nuk e ka njohur dhe nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe këta kanë vetë bisedojnë për të ardhmën e Kosovës. Atëherë kam godit, sot e godas, e ka godit presidenti, sot për reflekton se Lajçak është njëri i konjunkturave dhe i strukturave që nuk e kanë pas Kosovën prioritet, por që e sollën në një ngërç dhe e devarvun nga një fazë që ishim all in one me njohje, domethënë përmbyllje të marrëveshjes me Serbinë, në presionin e administratës parë Trump, e kena sjellë sot në një situatë kur flitet për çështje teknike, jo shkolla, jo çadiun e ura, jo zyrja, tjera, që janë çështje të brendshme të një Kosove e cila ka prioritet. Marrëveshjen finale dhe përmbylljen e raportit politik me Serbinë në kuptimin e përmbylljes së shtetësisë dhe 2 ratifikimin e kufirit. E ky person me gjitha këto veprime po sjell Kosovën në një pozicion të papërshtatshëm ku bashkia ndërkombëtare s'mundet më me bazë besim në qytetarët, në shqiptarët që janë shumicë në Kosovë për shkak të sjelljes së tij, e që nuk është e vërtetë se shqiptarët kanë ndonjë qendrim kundër qytetarëve serb që si kanë duar të lyme me gjak e që s'kanë qenë pjesë e strukturave të krimit, qofshin ata shqiptarë dhe të tjerë, por i trajton si qytetarë barabartë dhe që duhet ta shohin Kosovën si shtetin e tyre nëse dojnë ta pranojnë. Por, ndërkaq, zoti Berisha, a është lista serbe viktime e një padrejtësie institucionale, apo mund të jetë edhe pjesë e një loje politike më të madhe mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe kush përfiton realisht nga bllokimi i mandateve të deputetëve serb në kuvend? E para, gjithçka e kam thënë atëherë fatkeqësisht kur sulmuesha edhe në parlament edhe kudo, pse kam guximin me thonë me këtë gjuhë. Çdo veprim politik i Prishtinës është i harmonizuar me veprimet politike të Beogradit në emër të mbajtjes në pushtet të njëri tjetrit. E kam thënë në foltorën e kuvendit, po përsëris edhe sot, ardhja e tij në pushtet është e stisur nga çarçe që nuk e duan Kosovën shtet pavarur dhe sovran. E kam thënë dhe po përsëris se e ka sjell paraja e magnatëve, por rusën këtë rast përmes linjave komunikimit në Stamboll. E kam thënë foltorën e kuvendit, është e demonstruar pse dikush po don i bën overlap e punë dhe me hesh në Kosovë, është çështje e shërbimit. Unë kam kërkuar në foltorët e kuvendit dhe vazhdimsi e kam përsërit. Duhet hetim i FBI, një institucioni pavarur dhe besueshëm amerikan, i tërë procesit politik dhe dokumentacionit që është prodhuar apo vendimeve që janë nxjerrë. Sepse këtu kemë bëjmë me persona që punojnë në shërbim të strukturave që nuk e duan Kosovën shtet pavarur dhe sovran. E kam thënë dhe po përsëris, sot po punohet në rënimin e asaj që ishte projekt amerikan për pavarësimin e Kosovës dhe në kthimin e Kosovës brenda kornizave të një marrëveshje, e cila atë botë, po flas vitin 90, u pranu si një lloj marrëveshje e heshtur, në heshtje për të kalimin e krizës, ndaljen e luftës në Kosovë. Por gjithmonë duke pas parasysh premtimin amerikan se Kosovën do ta bëjnë shtet pavarur. E cila ishte kjo marrëveshje e heshtur? Ishte oferta Miloševićit me shumë se autonomi me pak se pavarësi. Pra ishte Republika e tretë. Atëherë ishin 2. Ne ishim dhunshëm në okupim,
po ishte Serbia dhe Malizi dhe planifikuaj Kosova si Republikë e Tretë brenda RFJ, Republika Federative e Jugosllavisë. Merrni marrëveshjen rezolutën 1244 në pasuesën e parë të saj thotë, njeh integritetin territorial të RFJ-s. Dhe Kosova fshihej si pjesë si Republikë e Tretë në formulën e Miloševićit, më shumë se autonomi. Nuk ishim autonomi se kishin rënuar, dhe më pak se pavarësi që është Republika e Tretë. Ktheuni në fushatën e vitit 2021. Kush e promovoi Republikën e Tretë? Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje e elaboroi dhe e prezantoi si një pamjaftueshmëri kushtetuese në trajtimin e komunitetit serb brenda Kosovës. Prandaj e promovoi Republikën e Tretë, e cila ata do t'i integronte edhe më shumë dhe më fuqishëm, më mbrojtshëm në sistemin politik të Kosovës. Dhe ai ishte kryekëshilltari i tij për negociata, që është edhe sot, Veton Surroi. Pra, ishte njeriu më pro-jugoslav që ka njohur vitet e 90-ta, i cili pas cilësimit të Kosovës si projekt i përkohshëm në foltorën e kuvendit dhe në kuvendin e Kosovës, nga lëvizja vetëvendosje, ai në këtë tendencën për të marrë autorësinë mbi gjitha zhvillimet politike të 90-tave që kanë sjellë te lufta e pavarësia në emision PIK, e quajti shtet aksidental Kosovën, duke aluduar prapë në rikthimin e Kosovës tek Republika e Tretë, për shkak se gjëja Kosovës mund të funksionojë si shtet i pavarur, dhe të gjitha veprimet e kësaj qeverie sjellin tek kjo pasojë. Dhe përfituesi kryesor në këtë rast mbetet kjo Serbi që është sot, tash pa malin e zi, e cila në plan e marrëveshjen e Ohrit ka përfituar të drejtën që për 10 vite të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, të mos e ndryshojë kushtetutën, por të zbatoj pikën e tretë, pra ndër kushtet e artikullit 35 Bashkimit Evropian për integrim të Serbisë, i ka ngjetë vetëm pika e tretë që është normalizimi i raporteve, e që të gjitha këto ja ka kryer Albin Kurti për një mandat. Pra çdo zyre, edhe atje në Pejë, një farë fshati atje është një zyre për dokumenta civil, certifikata lidhje të tjera, edhe ata ka mbyll, ka qenë një ndër marrëveshjet teknike. Kjo është fryma në cilën po punon kjo qeveri. Apo e lexojnë qytetarët? Jo, nuk po e lexojnë. Pse nuk po e lexojnë? Sepse kemi të bëjmë me një komunitet, unë e kam folë fatkeqësisht, po përsëris. Ne jemi popull që kemi tu gjatë në dhunimin serb. Ju lutem, burrat e familjeve të mëdha të zonjat, kur i ka mësuar Serbia, kanë ikë maleve, ne nuk e dim çfarë ka ndodhur, ne kemi ndryshim strukturës qytetarëve. Sepse të vjen sot, të vinë në skenë sot dhe si të relativizohen figura që hapur për shkak mungesës ligjit të ilustracionit e tjera, hapur i dim se ne jemi popull i vogël, jemi strukturë e vogël popullore këtu. I dim sakt lidhjet që kanë pas me regjimin e Serbisë dhe të Jugosllavisë, dhe po ta merresh këtë lëvizje, që këtë spektër politik që është instaluar sot, 80% e tyre. Vetëm thuaj një emër ta gjem një biografi të lidhjes me ish regjimin kauzale, me regjimin dash Serbi, dash Jugosllavisë. Prandaj është shqetësuese, sepse ky lloj komuniteti tash që është kriju i fuqishëm edhe elektoral, është më shumë ka dëshirë me mashtru propaganda ta zonë me Kurtit e tjerëve, se sa më jau tregu dikush tjetër të vërtetën, dhe ata dikush tjetër le të jenë edhe një Hysem Berish, që është një oficer, një jurist, një komandant lufte, një oficer që ka ndërtuar forcat armatosura, një deputet parlamenti që nuk i kam deklaruar botërisht kur të bërë një bordin e hetimeve të kaluarës, po hy unë i pari nga Hazreti Ademi dhe Adami, e deri tek djali e Piroti, unë po hy rresht i pari për mu filtru. Por nuk e duan sepse është dhe stërkequr struktura popullore në aspektin gjenetik, dhe ne jemi para një rreziku të madh që ta humbim edhe ato çfarë kemi arritur me shumë sakrificë. Pra, gjaku që është deri për ligjë nuk e ka rënë të madhe në ndërgjegjën qytetare dhe ka krijuar një terren politik për struktura të tilla. Kështu që mua më mban vetëm një shpresë se vërtet Kosova është tokë i lirë, Dardane, Pellazgje, gjithja si dush. Ne shqiptarët jetojmë këtu, por fatmirësisht në aspektin strategjik dhe të mbrojtjes është pronë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është vetëm shpresë që më mbietu si shtet në bie kufitar që kemi sot. Mirë, zoti Berisha, për të mbyllur pyetja e fundit për shkak të kohës, ndërkaq rrezikon bllokimi i këtij procesi pranë ratifikimit të planit të rritjes dhe reformat kyçe për të gjithë integrimin evropian, dhe nga ana tjetër apo sakrifikohen tashmë interesat strategjike të vetë shtetit të Kosovës për të gjitha përfitimet politike afat shkurtra?
Pikërisht këtu është edhe problemi. Do të thënë Bashkimi Evropian bëri lehtësimet e duhura në sa i përket masave. Mirë, po kjo nuk do të thotë se Kosova tani është, si të them, përfituese e drejt për drejt, sepse ata nuk shohin strukturë cila mund të implementojë këto përfitime. Ju keni pasur cilësimin edhe nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si person i pabesueshëm dhe jo kredibil. Pastaj gjitha raportet, edhe i progresit, edhe i performimit demokracisë që është i shëbave, e nxjerrin, ju keni pa në Kongresin Amerikan në komision. A është Albin Kurti pengesa kryesore dhe keni pas 3 ekspertët që japin përgjigjet në komision, kanë thënë po. Tash çfarë duhet tjetër të na thuhet? Unë e di se këta cilësojnë edhe shëban si armike, edhe gjykatën kushtetuese po shohin si mekanizëm i kapur, i struktura dhe. Kjo është gjuha e relativizimit dhe është ai kontingjenti që ky quhen analfabet funksional e që i qëndrojnë mrapa dhe ja japin fuqinë dhe sillin prapë në pushtet. Dhe tani kanë sjellë edhe më fuqishëm. Po kupton, sepse qytetarët vështirë lexojnë se këtu ka nevojë për një veprim operativ të SBA-ve në kuptimin radikal të eliminimit politik të një personi i cili vërtet është kthyer në pengesë të një territori që ata sot e garantojnë ekzistencën edhe me ligjin e mbrojtjes, edhe me forcë. Kështu që po në kuadër të Bashkimit Evropian, tani nëse Bashkimi Evropian spastrohet nga personalitetet që kanë stërkequr këtë proces, siç ishte Lajçak, të cilin një rastisht e kemi goditur që nga fillimi, dhe tani po del në këtë aferë në pështenjë po shihet se kush janë këta liderë botëror, cili është integriteti i tyre dhe çfarë paqe dhe çfarë demokracie mund të zhvillojnë ta me thekste popujt e vegjël siç jemi na. Pra mund të shndrohemi në kavje eksperimentale të haremeve, qefe dhe çmendurive të tyre. Dhe vendimarrjet e tyre janë të stisura nga këto situata, se në psikologjia nuk mund të ndahet nga vendimarrja dhe nga politika. Kështu që unë shpresoj, por nuk ka shans që Bashkimi Evropian të jetë kthyer nga këto doktrina të gabuar deri më tashme, nga këto procese politike që janë ndjek deri tani. Ju e patë edhe në lajmet e fundit që u dhanë kërkesën për me pas ndërmjetës rusë dhe në bisedimet për vendosje të paqes në Ukrainë. Ndërkohë që kemi një impendim edhe ushtarak, edhe operativ, edhe politik, edhe ekonomik të Shtetet e Bashkuara që janë determinues kryesor të paqes përmes forcës, të stabilitetit përmes zhvillimit ekonomik. Dhe u dëshmua se Bashkimi Evropian është i paaft të vetë mbrohet apo të krijojë forca të fuqishme operacionale për ta garantuar sigurinë e vet në anë të parë. Pse? Sepse është ekonomikisht e varur dhe në impaktin e Rusisë. Gasi rus e determinon edhe stabilitetin politik në Evropë. Franca dhe Gjermania janë aktorë kryesor të një infiltrimi apo të një penetrimi rus në regionin e Evropës, po edhe në Ballkan. Zdaten edhe ardha e Kurtit në pushtet ishte komplet projekt francez-gjerman, sepse duhej një person, një leadership i fuqishëm në Ballkan dhe për çudi, pavarësimi energjetik i Ballkanit lidhet me Kosovën, me pavarësimin e Kosovës. Duket se tërë infrastruktura e gasit që vjen nga thëngjilli, nga energjia fosile, nis prej Kosovës. Prandaj edhe Kosova është përzgjedhur. Dhe çfarë bën francezë dhe gjerman? Kur Amerika kishte projektin e termocentralit të ri me kotër globalin, e gasit përmes Greqisë me të langshëm, e sollën Albin Kurtin si personi që refuzoi çdo nismë amerikane në raport me Ballkanin dhe Kosovën veçanti, që duhej shpëtuar nga influencimi i ekonomik rus i gasit. Dhe çfarë ndodhi? Refuzoi gjitha dhe sot ku jemi. Imagjinoni sot ndalen komplet blloqet e termocentralit Kosovës. Dhe çfarë ndodh? Duhet dem energjinë përmes kujt? Strukturave serbe që janë personat e njerëzve eminent të asaj që quhet krim, gjenocid dhe çfarë duhet ndaj Kosovës. Kjo është komplet zhvillimi evropian dhe që bëbon në raport me Kosovën, ku Kosova është e humbur në çdo kombinim, në qoftë se nuk e ka mandatin dhe mbështetjen e SBA-ve. Dhe kemi një lider që e refuzon këtë mbështetje dhe na tregon një pralla për Bashkimin Evropian.